Ajeti i 4, ajeti i udhëheqjes. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqiun. Allahu i madhëruar thot, udhëheqësi, kujdestari juaj është Allahu, i dërguari i tij dhe besimtarët që falin namazin dhe japin zeqatin, duke qenë të përulur në adhurim, ruku. Ky ajet është një prej argumenteve të Shiat se udhëheqësia, khilafeti pas ndrimit diet të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i takonte Ali ibn Abi Talibit. Transmetimet e shiitëve janë autentike dhe të shumta se ky ajet ka zbritur kur prijesi besimtarëve i dha sadaka unazën e tij kur ishte në ruku duke falur namazin. Meqense metodologjia jonë në këtë libër është argumentojmë çështjen me ato argumente që gjenden te librat e Ehlis Sunnetit dhe që janë të sakta, për këtë duhet hedhur vështrimi te shkaqet e zbritjes së këtij ajeti dhe më pas të sqarojmë argumentin e tij rreth udhëheqësisë së Imam Aliut paqja qoftë mbi të. Çështjet që do të trajtojmë janë dy. Çështja e parë, shkaku i zbritjes së këtij ajeti, çështja e dytë, rreth argumentit të saj për khalifatin. Do t'i trajtojmë tani sipas radhës çështjet. Çështja e parë, shkaku i zbritjes së këtij ajeti. Ekzistojnë thënie nga sahabët, dietarët, tabiinët, dietarët e shkencës së tefsirit dhe të hadithit që argumentojnë se ky ajet ka zbritur për të vërtetuar atë çështje të posaçme, khalifatin të Imam Aliut. Për këtë gjenden transmetime të shumta të sakta. Thalebiu në tefsirin e tij, El-Kashful Bayan, thot se Ibn Abbasi, Sudiu, Utba ibn Hakim dhe Thabit ibn Abdillahu kanë thënë me këtë thënie dhe besimtarët që falin namazin dhe japin zekatin duke qenë të përulur në adhurim ruku, nënkuptohet Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, pasi ky ajet zbriti teksa ai ishte në ruku dhe kur dikush i kërkoi diçka për ndihmë, ai dha sadaka unazën e tij. Po këtë mendim kanë edhe dietarët e tjerë si Ibn Jauzi në librin e tij Zadul Mesir, Muqatili dhe Mujahidi se ajeti ka zbritur për Ali ibn Abi Talibin kur ishte në ruku dhe dha sadaka. Nga thënia e Thabiut dhe Ibn Jauziut sqarohet se Ibn Abbasi, Sudiu, Utba ibn Hakim, Thabit ibn Abdillahu, Muqatili, Mujahidi, të gjithë thonë se ky ajet ka zbritur për Aliun paqja qoftë mbi të këtij mendimi gjithashtu janë edhe disa dietarë të tjerë. Ebu Jafer el-Iskafi në librin El-Miyarul Muazana thot: për atë, për Imam Aliun ka zbritur ajeti. Udhëheqësi, kujdestari juaj është Allahu, i dërguari i tij dhe besimtarët që falin namazin dhe japin zekatin duke qenë të përulur në adhurim, ruku. Dhe kjo për të vërtetuar thënien e të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, për atë që un jam udhëheqës, Aliu është udhëheqësi i tij. Në këtë ajet, Allahu e ka shoqëruar vilajetin e tij, Aliut, me vilajetin e të dërguarit të tij.